Ministri i Punëve të Jashtme Ditmir Bushati zhvilloi një vizitë zyrtare në Gjermani, ku është takuar me homologun Frank-Walter Steinmeier. Ministri Steinmeier vlerësoi progresin e bërë nga qeveria shqiptare në adresimin e 5 prioriteteve kyçe në procesin e integrimit evropian, ku evidentoi nevojën për përmbylljen e shpejtë të reformës në drejtësi. Shpreh respekt për gatishmërinë që ekziston në Shqipëri për të tërhequr një ekspertizë sa më të gjerë ndërkombëtare, me qëllim që të kryhet një reformë sa më e gjerë e gjyqësorit. Tashmë kjo ka marrë formën e një propozimi të një reforme të balancuar të gjyqësorit dhe tani është momenti që kjo reformë të bëhet realitet. Ne mbështesim këtë me mundësitë që kemi dhe dua të shpreh qartësisht se reforma në drejtësi është një gur themel për rrugën drejt BE-s. Ndërsa shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati teksa falenderoi Gjermaninë për mbështetjen shumë planche, përfshir procesin e dialogut Kosovë-Serbi, theksoi se Shqipëria është fokusuar në ndërtimin e një shteti demokratik. Shpreh mirënjohjen sërish në emër të popullit shqiptar për mbështetjen, për ekspertizën dhe për kontributin e taksapaguesve gjerman në proceset e shtërndërtimit demokratik, në ekspertizën që kanë dhënë për sa i përket reformës në drejtësi që shpresojmë që të jetë në fazën e saj finale përpara se të bëhet realitet. Duke u referuar zhvillimeve më të fundit, sfidave që po përjeton sot Evropa nga terrorizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm, Ministri Bushati ka rikonfirmuar mbështetjen e Shqipërisë në luftën kundër tyre, duke dhënë kontributin e saj për krah vendeve aleate të NATO-s.